Zjarri që përfshiu të dielën sipërfaqe të tëra me bimësi në fshatin Driz të Fierit erdhi pasi një 20 vjeçar po diqte barishte në tokën në pronësi të babait të tij. Flakët e ndihmuara nga era dhe temperaturat e larta dolën jashtë kontrollit duke përfshirë një sipërfaqe të madhe në fshatin Driz dhe në fshatrat përreth, ku shkaktuan dëme të mëdha. Shërbimet e policisë evakuan 12 familje, banesat e të cilave u rrezikuan nga përhapja e flakëve. Për të shuar zjarrin u deshën më shumë se 9 orë punë. Në operacion u angazhuan helikopter, mjete zjarrfikse të forcave të armatosura, forca të shumta të ushtrisë dhe policisë, si dhe ekipe të urgjencës mjekësore. Banorët thonë se bilanci i dëmeve është i konsiderueshëm në banesa, mjete bujqësore, vreshta, ullishte, por edhe në bazat ushqimore për bagëtit. Para mua me të shtëpia, që dua të vi një inxhinier të kontrolloj shtëpinë, se nuk më mban me shtëpi. Mund bjerje, rrjet elektrik brenda jo, hidraulike të tëra. 2 lyme gjysmë vresht një herë, të vinte keq veje ta shikoje atje në vend. Ullin, kunapi jeton në Itali familjarisht, janë djegur gjithë ato rrenjë ullin. Neve na janë djegur 2 baça me ullin, nga 25 rrenjë që kisha 50 rrenjë ullin, njëri janë bërë kështu shkrum. Erdhën zjarrfikset, erdhën ata me pompa ushtria, të gjithë që ndihmuan atje me çunxhaxhajt, me ujëra, me gjëra që takon pompat, që bën neutralizimin e disa gjërave. Plus avionin nga lart, se bën se ish avionin mund të ishin djegur shumë gjëra, do ishin bërë katastrofë pa. Sipas të dhënave zyrtare, zjarri përshkoi rreth 100 deri në 110 hektar sipërfaqe me shkurre dhe ullishte. Zona u mbajt përgjatë gjithë natës nën monitorim nga zjarrfikësit dhe patrullat e policisë për të parandaluar çdo riaktivizim të mundshëm të vatrave. Ndërkohë edhe në Lezhë, forcat zjarrfikëse mundën të neutralizojnë në kohë vatrën e zjarrit në Tale, e cila u përhap me shpejtësi përgjatë vijës bregdetare, duke djegur një sipërfaqe me gjatësi afërsisht 1 kilometër.